Shkodra pret për herë të parë turneun botror të futbollit IPA. Në pritje të këtij aktiviteti të rëndësishëm i planifikuar të zhvillohet nga data 4 deri me 8 qershor, organizatorët hollën në mjediset e stadiumit Loro Buriçi Shortin nën monitorimin e Blendi Dibrës, sekretari përgjithshëm i KF Vllaznia. Presidenti i IPA Skënder Doda bëri të ditur se pjesëmarrës në këtë aktivitet do të jenë mbi 500 oficer policie nga e gjithë bota, një turne unik që nxit jo vetëm konkurrencën miqësore, por dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, shkërbimin profesional dhe vlerat thelbësore të miqësisë dhe solidaritetit. Marrin pjesë 19 ekipe të meshkujve dhe janë dhe 4 ekipe të femrave dhe do zhvillohet me datën 5 fillon aktiviteti, ndërsa me datën 4 është hapja deri me datën 8 qershor. Shkodra disa herë ka patur kontakt me drejtues policive të vendeve të ndryshme në kuadrin e IPA-s, kanë impresione të jashtëzakonshme dhe shpesh herë më njoftojnë duhet të sjell pamje, përgatitje serioze nga ekipet, sepse kuptohet miqësia është miqësi, por kur vjen puna për fush, luftohet fort me dinjitet që të marrin dhe kupën. Ka një impakt jashtëzakonshëm, sepse ne këtu presim një numër të madh pjesëmarrësish, të paktën deri tash me llogaritë janë mbi 500 vet, por mendo janë 500 misionar të turizmit në Shkodër, ka dhe anën tjetër sepse janë policë. Dhe siç e kam thënë, punojësit e policisë çdo vend të botës kanë një nuhatje për rendin, për sigurinë, për qetësinë dhe ata do të shkojnë në vendet e tyre, do bëjnë promocion të Shkodrës dhe kam shumë besim që Shkodra, siç ka qenë gjithmonë e para, edhe në këtë do të shkëlqejë. Një koincidencë interesante është shorti i hedhur për përballjen që do të ketë policia shqiptare, ku goglat e vendosën të luajë me Serbinë, njëjtë siç do të luajë edhe kombëtarja shqiptare në muajin qershor përballë Serbisë. Pretendimi im është që të dalim sa më mirë. Rezultati teknik për mua s'po bën asnjë lloj problemi. Meqense shorti na hodhi përballë Serbisë, them që ndeshja do jetë shumë dinjitoze dhe ne do të tregojmë vlerat si ne, ashtu dhe ekipi serb, sepse edhe ato janë punës policie, dhe them që le t'i paraprim qetësisë dhe dinjitetit në ndeshjen e të ardhmen që do zhvillohet në qytet Tiranë. Për mbarvajtjen e vlerat e këtij aktiviteti foli edhe zëvendës presidenti i IPA Ardian Zaganjori. I gjithë stafi ynë, i cili përmban dhe i përshëndes që janë këtu, rezultati është pika e fundit. Gjithçka është mikpritja, paraqitja e vlerave turistike, të mendoni që kemi fituar për të drejtën për të bërë këtë kampionat ndaj shteteve të tilla si Franca, Spanja, Bosnia-Hercegovina dhe Malizi.